حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ختم طحاوي ورحمة الله عليه. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليه ولا نشهد لهم بالجنة. Shpresojmë për besimtarët të cilët punojnë punë të mira, që Zoti ka me I falë dhe ka me I futë në xhennet me rahmetin e Tij, por nuk garantojmë për askënd dhe nuk dëshmojmë gjithashtu për askënd se është prej xhenetlive. Ka për qëllim Allahu e pas të mëshiruar përballë asaj çka apo në lidhje me atë çka u tha më herët përballë xhavarixhëve dhe mu'tezilëve, aty në fraksioneve ekstreme në të dy anët, po edhe murxhive në anën në polin e kundërt, përsa I përket veprave që I bojnë njerëzit muslimanët në këtë dynjë, dhe thamë se ka për fraksioneve të cilat për një gjunah të madh, për një haram, për një mkat, për një vepër të ligë që e bën besimtari, e ai mund ta bën, se është njeri, anëpse nuk është në rregull me bë atë vepër, por ja që e bën, më njëherë nxirren prej dinit dhe konsiderojnë se ai nuk është më musliman dhe se I tillë do të jetë për gjithmonë në xhenem. Dhe falem atje më gjatë se ehlu sunneti, ata që janë në tariqun mustaqim në rrugën e Zotit, asnjëherë nuk mund të pajtojnë në gjatë të tillë, sepse është zullum për njerëz dhe pa drejtësi në raport të Zotit. Te bareke ve taala, Allahu është I drejtë, është I drejtë, e drejtësia e Tij është absolute, e mëshira e Tij është e madhe. Pra, megjithse ne nuk I nxjerrëm muslimanët prej dinit Allahut, pse bën një gjuna, po 1.000.000 gjunahe nëse I bën, përderisa dëshmon Allahun azza wa jall hak, nuk guxojmë të konsiderojmë sa është për gjithmonë në xhenem. Këtu në vazhdim, pra tash për ata të cilët bojnë mirë, përderisa për ata që bojnë keq, nuk guxojmë të konsiderojmë se janë në xhenem për gjithmonë, por themi se janë në mëshirën e Allahut. Allahu këndën e falë, por këndën e dënën atë sa të dënë, atë sa meriton, por kom e nxjerr për xhenemit. Atë njeri cili ka në zemrën e tij sa një grimc thërmie iman apo besim. E që argumentet janë të shumta, jashtëzakonisht shumta, të cilat e prejnë, e këpusin këtë çështje në mënyrë të prerë dhe nuk lojnë hapësirë për të dyshuar dhe diskutuar, se ai cili vdes me iman, ka me dalë prej xhenemit herdo kurdo. Edhe sa për ilustrim, mjafton ajeti kuranor, inna Allaha la yaghfiru yushraka bih o yaghfiru ma dune dhalike.
limen jesha. Allahu nuk e fali shirkun, o krya e çështje. Kufrin, shirkun nuk e fal, asnjëherë. Ndërsa jashtë shirkut, fal kujt të dën. I kanë dhënë njerëzit. E atë që nuk dën me fal, shirku o krye, po këto tjera tash jashtë shirkut, atë që nuk dën me fal e fut në xhenem sa të dë Allahu, e pastaj e nxjerr me rahmetin, me mëshirën e tij. E njerëzit në këtë dynja janë 3 lloje, nuk ka lloj të katërt. Njerëzit janë qëfar, pa besimtar, e që futen krejt mushrikët, idhujtarët, paganët, dhe ehlul kitabi, idhtarët e librave të shajta. Krejt këta, si mbas Kur'anit, janë qëfar, pa besimtar. Në ndë janë hipokrita monafika, të cilët edhe ata brëndësinë e tyne janë qëfar, por jashtë ne punojmë me ta si me qenë besimtar musliman, sepse me 2 fytyra, dhe lloji i tretë njerëz janë muslimanët. Nuk ka lloj të katërt njerëzve në këtë dynja, si mbas Kuranit. Janë 3 shkallë, 3 lloje njerëzish, 3 klasifikime, s'ka ma shumë. E besimtarët, pra nuk guxojmë të konstatojmë në asnjë mënyrë se ata do të jenë në xhehenem për gjithmonë, për çfarë do gjunahe që e bojnë, përderisa nuk bojnë kufër dhe shirk. E mos kthehemi në detale për ata që falëm javën e kaluar, në dersin e kaluar, përpas nëse ndonjë haram e bën halal, është çështje tjetër ajo, sepse me nxjerr njeriu prej dinit ka rregulla të veçanta, ku nuk është teme jonja, asat e as në dersin e kaluar. E pastaj për argumenteve gjithashtu të shumta, janë edhe hadithet e shumta, jashtëzakonisht, që flasin se i madhi Allah Azza wa Jall me rahmetin e tij i nxjerr nga xhehenemi njerëzit të cilët sado pak kanë pas iman në zemrën e tyne. Për shembull, ka një hadith të Imam Muslimit, Allahu pas të mëshiruar që transmeton se pasi Allahu t'i fut xhenetlit në xhenet dhe xhehenemlit në xhehenem, ata që janë në xhenet thot, shumë polemizojnë me Allahun, më shumë sa që polemizojnë njerëzit me vetin këtë dynja, dhe thojnë Allahu të Zot, të neve na futën në xhenet, por ne kemi vëllezër tonë, të cilët kanë qenë bashkë me neve në atë dynja, janë falë bashkë me neve, kanë agjeruar bashkë me neve, por nuk pishofëm, ata pas kanë shku në xhehenem, dhe kërkojnë prej Allahut me nxirr, do të thonë kanë bërë haram me tjera ata, që vërtet kanë meritu me shku në xhehenem, e i madhe Allahu thot shkoni, fut në xhehenem, dhe nxirrni prej xhehenemit, krejt ata të cilët kanë iman sa një grimë të trupin e tyre. Hadith është i gjatë, është temë vetë dhe është e dhimbshëm, se ata shkojnë në xhehenem atje, e i takojnë njerëzit shokët e tyne, e ju ka kallë trupi i tyne këtë përpos gjymtyrëve që kanë rënë sejdë, sepse zjarmi xhehenemi ka haram, me i djeg gjymtyrët e trupit, të dorë, të kam, të gojë, të fytyrën e që binin e në sejdë, e pastaj i njofin e për ty në shenjave tjere, vazhdan hadithi e dalin e lahën e farlumje, por hadithet llojit të tillë janë të shumta derisa edhe pejgamberi bën shefate, me laçet bën shefate. Sallallahu alaihi wasallam dhe në fund krejt në fundit, pasi që secili e paraqet atë kërkesën e vet, nevojën e vet, Allahu Azza wa Jall e din se ka metë në xhehenem ende njerëz të cilët nuk po i përmend kërkosh, por ata kanë sa një thërmi të vogël iman në zemrat e tyre, dhe nxjerr Allahu edhe ata njerëz prej xhehenemit. Që do të thotë se ata runa Zot shumë pak kanë punu amele të mira, por kanë vdek besimtar. Ajo është temë në vete, është shumë e ndihshme dhe thamë se edhe në dersin e kaluar se është jashtëzakonisht e ndihshme
ndryshme në veçanti në kohën e sodit, po gjithmonë zotëm. Por në kohën e sodit, kur kemi dy ekstreme, qysh ka pas kohën e Imam Tahavijut, kur edhe ka shënue këtë akide, ka pas nëse njerëz edhe më herët, të cilët për një gjuna qysh thashë, për një mkat e kanë qitë njeriu prej dinit, por ka pas të tjerë të cilët kanë thonë, çka të dush gjunahe bën këtë dynja, se ta ke zemrën e mirë nuk ka dert. I jeti garanton për xhennet, që faktikisht kemi edhe sot lloj të tillë sa të dush të njerëzve. Pra, përballë kësaj njerëzve që bojnë mirë tash, veprat mira, edhe nuk dim se kanë punu veprat këqija, e që ne quajmë takva, të devotshëm, të sinqert, njerëz të mirë në sytë tonë, por megjithatë, ani pse janë të mirë, edhe nuk guxojmë të paragjykojmë se kanë bo vepra të këqija sepse s'kem asnjë dëshmi, megjithatë thot Allah pas mëshiru, ne e shpresojmë për ata që bojnë punë të mira prej muslimanëve që Zoti ka më i fal. Ka më i fal ato gjuna që kanë bo ata e ne nuk po i dim. Edhe se ka më fut Zoti gjënë. Pra shpresojmë, nuk garantojmë. Nuk u bën me thonë filani 100% në xhenet, është gjuna. Gjuna i madh. Se kur sa ti me thonë se filanit Allahu kur për jetë si a falë, edhe tham legjeratën e kaluar, sa është për gjunaheve shumë të mëdha, po edhe me garantu për diken, qka s'ka garantu e shëriati, se ka cek me emën, se për shumë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë për Bubekrin, për Omerin, për Osmanin, për filanin, për Hatijën, për tjetrin, për atë, se janë në xhenet. Për ndryshe për të tjerë, në guxojmë të garantojmë se është mkat i madh. Pse është mkat i madh? Sepse ne po marrim kompetenca mu fut në sekretin e dijes të Allahu, pa e ditë na ku dim na çka bë Zoti me ta. Për atë arsye Allahu ka thonë te bareke u taala në suratul Araf, inna Allah harrama إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Me të vërtet, Zoti im, Allah pejgamberit thuj, me të vërtet, Zoti im, I ka bu haramet, marrët, turpet, punë të këqija, që buen haptat dhe psheftas, I ka ndalu I madhi Allah Azza wa Jall. Ashtu që ka bo Zoti haram, I bo Zotit shirk, dhe në fund të ajetit, dhe wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dhe me folju për Allahun atë që nuk e dini. Ku e dinti, kanë ku e qënë Allahu në botën tjetër. Ku e din? Nuk e dimni. Je po është duk muslimani mirë, ja I ka me shku në gjenet jakosh. Veç mund shpresojmë. Po, mund shpresojmë. Dhe mund të lutemi, edhe dohet më lutë për të. Po. Por me shpresu që ka me hinë gjenet me rahmetin e Zotit. Pra ta thët, o yudkhiluhumul jannata bi rahmetihi, dhe se ka me shtin gjenet me rahmetin e vetë. Pra themi, insha Allah, filan është në gjenet, apo ka me hinë gjenet me rahmetin e Zotit. Jo me punë të tia. Se fundjes, sa dhe që ka punu punë të mira, aj, gjenetin nuk e meriton. Sa për që meritojmë ne gjenetin e punë të mira, apo që përballë punëve të mira tona, ja vlen me na dhon Allahu gjenetin, kur me sy nuk e shofu. Por ky është ligji I Zotit, është pazar me Allahun. Ne japëm Allahut devotshmërinë, punë të mira, atë sa kena mundësi, gjithmonë duke pranuar se jemi të mangët dhe duke kërku pejtime na I pranu, e ai përballë na I fal mangësitë që I kem, na I pranon punë të mira dhe na shumë fishon se vapet edhe me rahmetin e vet na jap xhenetin. Kjo është për atë, gjithmonë me rahmetin e Tij. Wala nashhadu lahum bil janna. Pra nuk guxojmë të dëshmojmë se ai filani apo filani në mënyrë të prerë është në xhenet.
Pastaj vazhdon dhe thot: "Wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alejhim." Edhe bim istighfar për atë që ka bu keq prej besimtarëve. Qysh nuk shpresojmë që është xhenetli, qysh nuk garantojmë që është xhenetli, por shpresojmë që është prej tyne, shpresojmë, nuk e këpusim dhe lusim Allahun që është prej me mëshirën e tij me fut në xhenet, po edhe atë që ka bu keq kërkojmë prej Allahut me e fali madhi Allah te bareke o taala, dhe kemi frikë se mundet edhe me dënue Allahu azza wa jall, sepse nuk ka garancë. Thot vazhdim rahmetullahi alejhi: "Wal amnu wal iyasu yanqulani an millati al-islam wa sabilu al-haqqi baynahuma li ahli al-qibla." Të ndjehesh i sigurt që dënimi e Allahut azza wa jall apo humbja shpresës nga mëshira e Allahut mund të largojnë nga mileti islam. Është pikë shumë e ndihshme. Me ndje vetveten i sigurt nga dënimi i Allahut, apo me humb shpresën total. Prej mëshirës të Allahut janë dy polët të kundërta njëra me tjetrën. Që të dyja, aq gjunahet më dha janë, sa që mund të nxjerrë njeriu prej miletit islam, prej dinit islam. Është tepër rënd. E vërteta mes tyre është që besojnë ehle sunneti që tjetë mesatarja mes asaj dhe mes asaj. Tashkë Imam Tahaviu, Allah e pas mëshiruar, po dënë me tregu rrugën e mesme, që duhet të qëndroj besimtari gjatë jetës së tij, që edhe kjo është tepër me rëndësi. Sepse një numër shumë i madh i njerëzve i gjen janë njërën anë e janë anën tjetër. Ja i gjenë se jenë qaqë shumë me shpresë, sa që kur për jetë nuk i shkon ndërmend se ka mundësi me i dënu Zoti, apo se meritojnë dënimin e Zotit. Për gjithmonë, Allahu na fal, apo në anën tjetër, për balë kësajna i humbin shpresat. Pra, këtu dyja thot janë prej gjunaheve të mëdha. Me shpresu gjithë është problem. Pa dhe me humb shpresat gjithë është problem. Dhe humb shpresat. Edhe me shpresu tepër nuk është një pole e mesme, mesatare. Pra të arsye mesatare është mes asaj edhe mes asaj. I tutum në Allahut, sepse nuk ka garancë për dënimit Zotit, po edhe shpresoj shumë te i madhi Allah. Nuk e humbëm shpresën, sepse ai që e humb shpresën të Zotit, ai nuk e njeh Allahun. Nuk e njeh. E Allahu fal shumë, te bareke wa taala. Po edhe në anën tjetër, me qenë sigurt për dënimit të Allahut, edhe nuk e njeh Allahun. Nuk e njeh. I madhi Allah, zakonisht në Kur'an i ka bë bashkë mes shpresës dhe mes frikës. Ka thënë i madhi Allah azza wa jall:
Sa për lëtrim, të të gjafa gjunubuhum anil mëdajji, jedëuna rabbahum khaufen wa tama'a. Falen, rab të devotshëm të Allahut, kur i lavdron, janë ata të cilët qohen natën dhe falin namaz. E lusin Allah, të bareke wa ta'ala. E lusin Zotin e tyre, khaufen wa tama'a. Edhe kanë frikë për dënimit Zotit, kanë frikë, pra nuk e sigur për dënimit Zotit. Po dhe në anën tjetër, shpresojnë të i madhi Allah, azza wa jall. Friga dhe shpresa janë dy gjëra, dy pëshoja të cilat e mbajnë stabil besimtarin. Për atë arsye ka thënë një prej ulemave të vjetrë, Allah e pas mëshiruar, thot friga dhe shpresa janë sikur se dy krah është një shpendi, një shpenzë. Nëse janë të dyat stabile të shëndosha, shpendi fluturon pa asnjë problem, poshtë dhe lart. Po me bo një anë mja anus tjetra, mundet herë kitan e herë kitan me anë. Por me bo mjukput të dyat, me hum të dyat, edhe shpresen, edhe frigen, atëra i ka mundësi për çdo sekund me ra poshtë edhe me vdekje më shkatërru. E që faktikisht i bjen me hum dhe me shku në xhehenem. Andaj mesatarja është me pas të dyjat. Me pas shpres, me shpresu të Zoti shumë, por me friku për Allahut shumë. Zotëna i cili e dënë Allahun shumë, edhe shpreson të Zoti shumë, po edhe i friksohet Zotit shumë. Dhe tash këto trija janë ato që bojnë besimtarin, e kompletojnë besimtarin nga çështja e besimit. Siç kanë thonë disa prej njerëzve të meqëm, ai i cili e adhuron Allahun veç me dashuri, veç se du kaq, ajo zindik, ai është zindik dhe me thonë i rebelun, nuk e ndin Zotit. A ka njerëz të cilët thonë veçanti nga sufit për i derveshve, të cilët thonë, ne nuk adhurojmë Zotin pse i tutu, sepse konsiderojnë likështi një tutë Zotit. Të shejtani i mallkuar u ka pështjellën kry frigën ndaj Zotit, si frigën ndaj hajvanëve dhe ndaj njerëzve. Zakonisht njeriu kur i tutet dikuj, ke i bie se nuk e respekton dhe nuk e dën, por është i detyruar, i imponuar dhe është jo e mirë kjo. Për atë arsye njerëzit me zveti mundohen me ik asaj se unë i tut nga filanit apo më tutet filani. Së është nënçmuar. E lidhin këte në raporte me Allahun që sfiguron ashtu kërkon. Dhe thoni nuk e lusim me Allahun, nuk e adhurojmë që i tutun. Po në anën tjetër, edhe nuk e lusim Allahun që shpresojmë të Zoti xhennet, shpresojmë të Zoti falje, si i bie me interes. E unë nuk e adhuroj Allahun me interes. Po çka pra? Haj çka? Ne adhurojmë Allahun, e lusim Allahun që dojmë me ashk. Kur e dojmë Zotin shumë, tani Zoti, bilet disa thojnë e udhë billah, s'ka qare për në dhonë neve gjennetin. Dhe ki bje kufër. E Allahu nuk ka thonë kështu. As si ka mësu pejgambert e vetë kështu. Por pejgambert e ti ka thonë rënë, se kanë lutë Allahun të friksuar dhe të shpresuar. E se leti kanë dërë pejgambert e të madhe të Allah dhe kush ka dërë lëtë ma shumë se sa ata. Po të njëjtin kohë kush ka shpresu ma shumë se ata. Po të njëjtin kohë kush e ka dashur Allahun ma shumë se ata. E pse ata më tutë? Sepse kështu Zoti ka mësu. Dhe Allahu i ka njoftu ata me vetë vetën, dhe me thane ka njoftë Zotin ma mirë se sa krejt dynjaja dhe njerëz të tjerë. Se të që tjetë, pra i cili adhuron Allahun vetëm me dashuri, pse dënë, kanë thonë zindik, i dalën prej dini.
Ndërsa ai cili adhuron Allahun vetëm me frikë, është xhavarij. Xhavarij do të thotë që tham pak më herët, e adhuroj Allahun se tuta me bo vesh një gjuna, po ndal pi dinë dhe shkon në xhenem për gjithmonë. Po Allah ka dhe shpresën rahmetin e madh. Po edhe e treta, ata që adhurojnë Allahun vetëm me shpresë, hajtë se ti je musliman, xheneti përkon apo jo, për ty jo përkon. Ata janë murxhia. Por asnjë nuk e ka tamam mirë. Por tamam mirë e ka besimtari i sinqert i bën këto të trija të bashkë. E don Allahun më shumë se krejt dynjan, i tutet Allahut më shumë se çdo kujt tjetër, dhe shpreson te i madhi Allah më shumë se të çdo kush tjetër te bareke o taala dhe kur për jetë shpresën të Zotit nuk e humb. Mi shtu dhe dy fjalë këtu për fund, kur fjala të shpresa të frika dashuria mbetet e tillë, veç do të më shtu hala më shumë deri në vdekje. Kanë thënë ulemaja, njeriu sa të është i ri dhe ka mundësinë, pozitën, pasionie, epshet e ka të forta, është më mirë frika me qenë pak më e madhe. Veçanti kohët fitneve dhe sprovave, që jemi nesat. Por kur njeriu afrohet, pleshni afrohet afër vdekjes, ku më nuk ka nevojë shumë më tut, sepse s'ka dhe mundësi me hi shumë në haram. Nga ana e epsheve më ka marrë fund e punë, nga ana pozitës e pasurisë, ai nuk del më në për arë, në për media, në për kudione, me biznese, s'ka asnjë si ka ato që faktikisht ato ta hupin ahiretin se të shtyjnë me hyrë në haram, por kanë thonë sa më afër vdekjes, veçanti krejt në fund të jetës me mujt njeriu më lidh me shpresë shumë. Është më mirë se sa më mujt tuta në fund. Sepse Allahu e don robën e vet, te bareke wa taala, me i shkuet të Zoti duke shpresuar shumë te madhi Allah azza wa jall. Që shka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith, mos vdes kërkosh për jush. E që mos të nxjerr vdekje, wa huwa yahsinu dhanna bi rabbih. E që mos të jetë duke shpresuar të Zot, më thonë Zoti më fal me gjithë gjunohat e mëdha që kam bërë për 70 vite apo 50-60, unë shumë shpresoj te Allahu sa i ka më fal te bareke wa taala. Allahu na mëshiroft ya rabbel alamin, e na boft me qenë në tariqul mustaqim dhe me jetua si të tillë në rrugën e drejtë, në rrugën e evlijave të Allahut, pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe me vdek në këtë rrugë dhe me ngjall në atë rrugë. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.